Prokuroria e posaçme ka shpallur pretencën për ish-krye prokurorin e Vlorës Aurel Zarka, i cili është marrë i pandehur për veprat penale korrupsion dhe ushtrim ndikimi. Ndërkohë SPAK ditën e sotme ka kërkuar dënimin e tij me 4 vite burg, pasi është i përfshirë në dosjen Toyota Yaris. Por nëse dënohet, Zarka përfiton nga gjykimi i shkurtuar dhe do të qëndrojë vetëm 3 vite në qeli. Në seancën gjyqësore të zhvilluar, vetë Zarka nuk ka qenë i pranishëm, po përfaqësuar nga avokati, ndërsa prokurori SPAK Lodian Braho në leximin e kërkesës për gjykim në mënyrë të përmbledhur, u shpreh se nga hetimet ka rezultuar se Aurel Zarka ka qenë një nga përdoruesit e Sky ECC që mundësonte komunikime të fshehta. Ndërkohë është provuar se ka kërkuar vlera monetare në Prokurorinë e Vlorës për favorizimin e një tjetër çështje në bashkëpunim me Radovan Çelën. Oficerja e policisë gjyqësore Daupaj mori 10.000 euro në mënyrë që të ushtronin ndikim te Elizabeta Imeraj për të zbutur masën e sigurisë. Astrid dhe Radovan Çela i kanë dhënë 50.000 euro Erjona Daupajt për t'ia dhënë shtetases Elizabeta Imeraj që të ndikonte më pas tek punonjës te gjykatës së Tiranës. SPAK kërkon që Zarka të shpallet fajtor për veprat penale ushtrimi ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, e kryer 3 herë, e kryer në bashkëpunim 2 herë, korrupsioni aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë, e kryer në bashkëpunim, dhe korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë. Ndërkohë, lidhur me këtë dosje, vijojnë hetimet në një procedim tjetër të ndarë ku po hetohen persona dhe episode të tjera korrupsioni dhe ushtrimit të ndikimit të palishëm. Sipas prokurorisë, të pandehurit në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kërkuar dhe pranuar rishfet për të ndikuar tek gjyqtarë e prokurorë që hetonin dhe gjykonin dosjen e 3.4 milion eurove që u bllokua në portin e Durrësit, me qëllim që të favorizoheshin të pandehurit. Ndërkohë, SPAK i akuzon gjithashtu edhe për favorizim të Suel Çelës për t'i çliruar pasuritë e sekuestruar në kuadër të operacionit Forca e Ligjit. Hetimi nisi mbi bazën e të dhënave të Sky ECC, që SPAK ia vu në dispozicion nga autoritetet franceze, ku me së pandehurve u zbuluan komunikime për çështjet.